Pas një vlerësimi të brendshëm që tregoi furnizimi me raketa Tomahawk nuk do të dëmtohet në rezervat operative të Shteteve të Bashkuara, Pentagoni i ka rekomenduar Shtëpisë së Bardhë që do të lejojë dërgimin e këtyre armëve në Ukrainë. Sipas njoftimeve të mediave amerikane, informacioni i fundit tregon se çështja tani është përcjell presidenti Trump për vendimarrje përfundimtare. Krisa e Kievit për raketa Tomahawk, të cilat kanë rrezë veprimi rreth 1600 kilometrash, synojnë që të sigurojë Ukrainës kapacitet për të goditur objektivat në thellësi të territorit rus, përfshirë rafineritë, kapacitetet energjetike dhe infrastruktura të tjera strategjike. Një furnizim i tillë do të jepte Ukrainës mundësinë e veprimit në distancë që të kalon dyfishin e distancës midis Kievit dhe Moskës, duke ndryshuar bilancin operativ në fushë betejë dhe duke forcuar pozicionin e Kievit në bisedimet për paqet. Sidoqoftë, çështja mbetet e ndjeshme. Presidenti Trump më parë refuzoi kërkesën e homologut të Ukrainës gjatë takimit në Washington me 14 tetor, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara nuk kishin sasi të mjaftueshme me raketa Tomahawk për t'i dërguar pa komprometuar kapacitetin e tyre të mbrojtjes. Më pas, sipas raportimeve, qëndrimi i tij është përcaktuar edhe nga bisedimet me liderët e tjerë botror. Një telefonat me presidentin rus Vladimir Putin, siç raportohet, solli paralajmërime për dëmet e mundshme në marrëdhëniet SBA-Rusi në rast të dërgimit të këtyre raketave. Analistët vënë në dukje se përveç efekteve ushtarake, një vendim i tillë mund të ketë implikime të mëdha diplomatike dhe do të rritë tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës për Ukrainën. Prania e Tomahawkëve do të ishte një shtesë e rëndësishme në projektin për të rivendosur ekuilibrin e forcave dhe për të pasur më shumë leverdh. Për Ukrainën, prania e Tomahawkëve do të ishte një shtesë e rëndësishme në përpjekje për të rivendosur ekuilibrin e forcave dhe për të pasur më shumë lehtësi në tryezat e negociatave për paqe. Në këtë fazë, ndërsa Pentagoni ka dhënë sinjalin pozitiv, sytë janë fokusuar tek vendimi i presidentit Trump, i cili do të përcaktojë nëse SBA-ja do të lejojë dërgimin e këtij arsenali në rreze të gjata veprimit drejt Ukrainës.